Kush e ka makinën pa alarm jashtë, ngrej dorën? Kur dilni pasaj më thoni pse s'ka muzikë se ju kanë vjedh kastofonin. Ka marruaj mua bet. Çfarë thua më? Që? Çfarë thua më? Çfarë ishte kjo që the? Ka plas keq, vjedhen kastofonat. Ku ke makinën ti? Kam 6 ditë që e kam parkuar aty tek puna. Do të vi nesër për shtatat e kastofonit. Është bo nomi gono, nomi të u vjedh kastofonat. Gripi derave s'është asi gjë. Asi gjë para kastofonë ma mia. O idiot, kastofonë ma mia, jo ma mia. Ama që si? Njësoj është, ha? Po. E ti si e gjeta? Jo. Më lexë grua e filxhan, edhe gjesh. Qa trangulli qeve. Qa filxhane, bur, duhet me nuhat krimin. Duhet me pas instiktet. E ti për nuhatje, di si e? Ha? Nuk më besoj. Ore ja? Nuk të besoj. More ja? E besoni ju? Asi s'kam një 100 dur kështë. Për shembull, ja të bëj një test vogël në ty. Ma bëj. Hajduti makinës, ku do me të vjedh kastofonin. Qa bo? Fara thjesht, një çekiç ose gur, 3 këndësin e makinës mbrapa. Bam! Bravo! Ata që kanë makinë me gjëmë në thym, ku shkojnë? Shkon atje ku vendosën kushiten xhama. Që ke zjutir? E pas ke hum kod për policë. Bëj, e? Nga kjo gono më lind ideja bashkë me shokët e mi të RPQ-s që të hartojmë një plan sekret. Qasë do me besoj për këtë, për punë në aksioneve, e? Po pra, me grupin tim të RPQ-s. RPQ-s? Po RPQ qa është në i kodi veçantë, qa është RPQ se na bën dhe mëndjen... Rajoni për balë qabaptore se bëridherë. Kena nejt 2 dit... E kuptova qëfar ishte ajo ndërmaja që më nëja. Që më nëja? Qyqa mami! Kena nejt 2 dit gono pa gjumë për gjetë emrin e operacionit edhe ditën kur do një veprim. Pa normale, dita, operacionit do ishte 3 këndësi, se këshu i shkon. Jo, nuk jam aq naiv sa ty, unë. A që më thej që mund të bëj për policë, pa? Qo këtu, operacionit ja vura emrin Adoleshenca, sina më e bukur e jetës, pik, kaq. Kjo pas ka qënë, e shkëllqyër fare. E fillot aksionin, ha? Ditën e veprimit aksionit, e caktum datë 8 vjetor, dita e mitingu në shesh. Çfarë thua? Po, u veshëm gjithë policat ne si emigrant nga rrethet. Ishit besoj 100. 200, 300, 400, 500, 600... Jo, thash, ishit 100 polis, nuk thash... Po, gjithë aty. Po, korruptova dhe organizatorin e koncertit, i thash, kur ta bëjon me sy këshu, ti do thush, tani në s'kem Bleona Qereti. Allash, një sekundë, qëfar lidhe ka Bleona Qereti me operacionit? Bleona Qereti është kodi sekreti i operacionit Adoleshenca, sina më e bukur e jetës, pik, kaq për. E kuptova, si vazhdoj operacionit? E ti kono, flisën radio me këta. Adoleshenca. Stina më e bukur. Aha, po ja boni ta. Që s'ka si gjo, nuk po lëviz si gjo. Qetësi. Kur me i moment shofën me kujdes, ishin ca tipa, ti gono me ca pinca ndur, me ca kacavida, me kapuqa ndor, aty thash... Filloj operacionit? Jo. Si? Doli qilita të knu, hiku fare petla. Po, nuk shikoni fare polisat? Ore na u bo këshu, shifnim logikën të ja fut vrapin shus. Hiku fare. Kur na threti shoku im, Adoleshenca, Bleona Qereti, tha, ke makina qeveritare. I të sulla ty gono. Ky hajduti kryesor po hapte derën, po s'pa hapte dot. Se kape? Prit. Kurse hajdutët e tjerë kishin rrethu makinën. Jo luft. Pra nga t'ju. E ke pa filmin Gladiatori? Po, e kam parë. Më keq. Çfarë thua më për ide? Pira ata neve, gjuja neve ata, ka vëtu që të këtë që Po. Kështu, deri sa ram të gjithë për tokë, për dhe. Çfarë thua? S'kishim më fuqi. E kap të Bleona Qeretin? Qa Bleone më. Po pse? Kishim rraf eskortën e Ministrisë Brendshme. Çfarë thua më budall? Është bë puna keq Po si është puna tani? Ika se jam i ftu me i vend. Ku je ftu? Ke gjykata si i pandehur. Pse? Që rrafëm ata për administrisë Brendshme. Po, është i dosje, hap për ne. Si quhet dosja? Uç shtëpiu e zeza shtëpiu. Pa prit, do të ndihmoj unë. Që të vesh te kjo shtëpiu e zeza, të t'jap një variacion melodie ta këndosh rrugës.